Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni dhimbje të tmerrshme dhëmbi, kjo recetë do ju shpëtoj menjëherë. Dhimbja e dhëmbëve ndodh gjithmonë kur e prisni më pak ose jeni jashtë për darkë me një person të rëndësishëm ose jeni duke kaluar pushime të këndshme me familjen tuaj. Dhimbja e dhëmbit mundet që të prish çdo argëtim të marrë së bashku, por gjëja e fundit që duhet të bëni është të prisni që ta ekzaminoni. Gjithashtu, nëse jeni duke përjetuar një dhimbje dhëmbi, duhet të shkoni të shihni dentistin tuaj sa më shpejt që të keni mundësi, por ndonjëherë kjo nuk është e mundur kur është mesi i natës. Dentisti juaj është në gjumë në shtëpinë e tij. Në këtë video ne do të ndajmë me ju disa mënyra më të mira natyrale për të hequr dhimbjen e dhëmbëve. Për të ulur dhimbjen e dhëmbëve, ju duhet të kontrolloni ëndjen. Nëse zëvogëloni ëndjen, do të zëvogëloni dhimbjen. Një nga mënyrat më efektive për të zëvogëluar inflamacionin e afat të shkurtër janë këto metoda natyrale. Krip deti. Kripa e detit keltik njihet për përfitimet të shumta shëndetësore të tilla si forcimin e imunitetit, përmirësimin e rrahjeve të zemrës dhe presionin e gjakut, si edhe lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbëve. Kripa e detit përmban antibakteriale të cilat të lehtësojnë simptomat e një dhimbje dhëmbi të shkaktuar nga infekcione të ndryshme. Si ta përdorni? Ju duhet një luggjelle me krip deti, e përzini me një gotë me ujë të ngrohtë. Aplikoni vaj karafili. Nëse nuk keni filluar të punoni me vajra esencial, tani është koha e dur për ta provuar. Vaji i karafilit mund të ndihmojë në qetësimin e dhimbjes dhe është po aq i fortë sa benzokaina. Përbërësi aktiv i tij është eugenoli, i cili shfaqet në mënyrë në natyrë, por duhet të përdoret me kujdes. Duhet të merret me shumë kujdes pasi derdhja e vajit të karafilit direkt në zonën e prekur mundet që të përkeqësojë simptomat dhe të irritojë gjuhën dhe mishrat. Si ta përdorni? Hidhni 2 pika vaj karafili në një pambuk dhe vendoseni atë në zonën e prekur. E mbani derisa të vini re se dhimbja po fillon që të lehtësohet. Përdorni një jastëk. Mbajtja e kokës tuaj ngritur do të zëvogëlojë ndjeshëm gjithashtu ëndjen dhe dhimbjen. Kur ju shkoni për të fjetur, ngrini kokën me jastëk mbi njëri tjetrin. Shtrihuni në atë mënyrë që koka të jetë ngritur në të njëjtin nivel me zemrën, gjë që ndryshon furnizimin e gjakut në kokën tuaj. Ngjitja e kokës do të ndihmojë në parandalimin e fryrjes dhe dhimbjes nga keqësimi. Përdorni gjithashtu fasha të ftohta. Aplikimi i kompresave të ftohta do të ndalojë dhimbje të mëdha të dhëmbit. Përdorni qep. Qepët kanë veti të mëdha antiinflamatore, antibakteriale, të cilat munden që të vrasin mikrobet në zgavrat e gojës, të parandalojnë gjithashtu përhapjen e tyre dhe të shmangin prishjen e dhëmbëve. Ato gjithashtu munden që të vrasin bakteret që shkaktojnë infeksione tek dhëmbët dhe mishrat dhe të ndalojë gjithashtu gjakderdhjen, gjë që e bën atë një ilaç ideal shtëpiak për lehtësimin e dhimbjeve. Si ta përdorni atë? Prisni një copë të madhe qepe dhe aplikoni atë direkt në zonën e prekur derisa ju të ndjeni se po ju humbet shija e fortë. Përsëriteni këtë proces vetëm disa herë. Gjithashtu, ju mundet që të përdorni edhe metodën me ujë të ngrohtë me krip. Kripa është një dezinfektues natyral. Përzjeni gjithashtu kripën me ujë të vakët dhe shpëlani gojën me të. Kjo gjithashtu do t'ju jap juve një lehtësim të menjëhershëm tek dhëmbët. Mjekët gjithashtu sugjerojnë që ju të shpëlani gojën me të.
dhe ta merrni këtë ilaç si një hap ndihmues. Ky proces mundet që të përsëritet 4 deri në 5 herë në ditë dhe gjithashtu ka një efekt të menjëhershëm. Soda e bukës. Soda e bukës mundet që t'ju vijë juve në ndihmë për të lehtësuar dhimbjet. Thjesht shtorni në furçën e dhëmbëve pak sodë buke dhe gjithashtu aty fërkoni dhëmbin që po ju shkakton këtë dhimbje. Kjo metodë gjithashtu do t'ju lehtësoj dhimbjen brenda pak minutash. Vendosni akull. Në të gjithë e dim se akulli kuron çdo ëndje, edhe për dhëmbët funksionon. Thjesht merrni akullin dhe vendoseni në anën e faqes ku ndodhet dhëmbi i prishur që po ju shkakton dhimbje. Përdoreni këtë metodë duke mbajtur akullin në faqe për 15 minuta. Në qoftë se keni shumë dhimbje, përdoreni disa herë në ditë. Kjo metodë është e dhimbshme në heqjen e inflamacionit dhe ëndjes. Karafil ose vaj karafili. Shtypni 2 karafila dhe përzijeni ata me ullinj apo me vaj ulliri. Aplikojeni përzierje në zonën ku ju dhëmb dhëmbi. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të larguar dhimbjen. Xhinxheri. Hidhni pak rrojnë xhinxheri në një enë me ujë dhe më pas bëni gargar me të. Çaj. Në kutitë e ndryshme të çajit këshillohet se dhimbja e shkaktuar nga dhëmbi mund të qetësohet nga çaji. Çaji i zi ka përfitime të dy fishta. Përveç se konsumimi i tij zvogëlon ëndjen dhe vendosja e qesës së tij në dhëmbin e sëmurë e zvogëlon goxha dhimbjen. Qepa. Qepët kanë veti shumë të forta kundër dhimbjeve të dhëmbëve. Për të reduktuar dhimbjen mjafton që ju të coptoni një qep dhe ta mbani atë për disa minuta tek dhëmbi që ju krijon probleme. Hudhra. Mundet që t'ju duket absurde disave duke marrë parasysh erën e pakëndshme që hudhra lëshon, mirë po në fakt, ajo ndihmon në shërimin e dhimbjeve të dhëmbëve njësoj si profesionistët. Thjesht ju duhet që të prisni një copë hudhër dhe vendoseni në zonën që ju dhëmb. Hudhra ndihmon në largimin e bakterëve nga goja dhe minimizon gjithashtu edhe dhimbjet. Vaji i kokosit është një nga mënyrat më të mira për të hequr qafe bakteret e dëmshme që shkaktojnë më pas dhimbje dhëmbi. Vendosni një lugë gjelle vaj kokosi në gojën tuaj dhe bëni gargar 15 deri në 20 minuta. Pastaj, lani dhëmbët. Peroksid hidrogjeni. Për të zhdukur bakteret në gojën tuaj të cilat mund të jenë përgjegjëse për dhimbjen e dhëmbëve tuaj, bëj një përzierje të peroksidit të hidrogjenit dhe ujit në gojën tuaj për 30 deri në 45 sekonda. Pastaj nxirreni. Shpëlarje tërësisht me ujë her pas here për të siguruar peroksid hidrogjeni është pastruar plotësisht. Çaj mente. Gjethet e mentes kanë veti që mund të sjellë një lehtësim të përkohshëm në dhimbjen e dhëmbit. Më pas ju duhet që ta vendosni bustinën e çajit të përdorur në frigorifer për 30 minuta ose më shumë. Pastaj vendosni atë në zonën e gojës dhe lejojeni atë që të ftohet vendi dhe të zbutni zonën e ndezur për 20 deri në 30 minuta. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Në qoftë se gjendja juaj është kronike dhe zgjat në kohë, atëherë më e mira që ju mund të bëni është të paraqiteni tek mjeku për të marrë mjekimin e duhur. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!